Të nderuar shikues e Veriu Sport, jemi drejt për drejt nga stadiumi Loro Borisi i Shkodrës, ku pas pak minutash, rreth 7-8 minuta, starton kryendeshja, kryesfida e javës së 11 kategoria A-biznes superiore Vllaznia Dinamo. Vllaznia e para, Dinamo e katërta, po vetëm 2 pikë lart ekipit kuqe-blu. Kam të pranë Alcid Afidin, një ish futbollist dhe ish kapiten i Vllaznisë dhe i disa skuadrëve të Shqipërisë, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Alcid, emocioni patjetër kur përballen Vllaznia dhe Dinamo. Patjetër, parashikohet një ndeshje mjaft e mirë, besoj edhe për tifozërinë, për opinionin, ku luajnë dy skuadrat nga më të mirët kampionatit shqiptar. Edhe ku momentalisht të dyja po kalojnë një formë mjaft mirë, edhe janë afër vendit parë të dyja. Dinamo ka fituar në sfidën e parë, në fazën e parë në Elbasan Arena, 3-1. Sot është Vllaznia është përgatitur për t'i marrë revanshin. Por duke parë deklaratat e trajnerit Edi Martini, Vllaznia shifet mjaft e karikume. Them drejtën, edhe në Elbasan Vllaznia zhvilloi një ndeshje mjaft mirë ku kishte rastet e saj. Sot do jetë një histori tjetër, shpresojmë që këta djemë t'japin më të mirën tyne, më vonë rezultati është edhe fat. Ju ndoqët që Vllaznia dhe në Reina Ignatia, madje ndishin në çdo stadium të Shqipërisë ato 2 pikë të lëna, me atë barazim në fund të takimit, mund të kompensohen sot? Po, patjetër mund të kompensohen, sepse është një rival direkt, mendoj, ku kjo fitore do vlej shumë Vllaznisë, sepse do krijojë një shkputje ndaj Dinamos. Duke parë kemi edhe informacionin e duar, një shikim të shpejtë, si ka ndërtuar Edi Martini, sipas jush? Unë mendoj ka ndërtuar një formacion ofensiv, ku shikoj shumë lojtarë me tipare sulmuese, janë me Muratajn, me Malen, me Kallakun, Bala, janë pjesa e ofensive është mjaft e mirë, mjaft lojtarë të shpejtë, ku do krijojë shumë probleme mbrojtjes Dinamos, mendoj. Në fakt, u paralajmëruar për ndonjë ndryshim të mundshëm në këtë ndeshje, por duket se i ka besuar formacionet kaluar. Duke parë ndeshjen e kaluar, ekipi zhvilloi një ndeshje mjaft mirë, edhe brenda në Shkodër mendoj do rrezikojë çik më shumë për të kërkuar 3 pikë. Alcid, shqetësimi kryesor i skuadrës, i stafit, por edhe gjithë tifozëve shkodranë janë minutat e fundit, sidomos ato shtesë kur Vllaznia alarmohet dhe në një farë mënyrë e ka besuar duke lënë pikë në momentet e fundit. Mendoni se sot janë marrë masat të mos ndodhë një gjë tillë? Po, besoj se kanë nxjerrë mësime, sepse kanë qenë 2-3 ndeshje ku në minutat e fundit na kanë barazu. Mendoj skuadrat nga ana psikologjike do të jetë më e përgatitur, edhe do të jenë marrë masat, shpresoj. Në një farë mënyrë diskutohet edhe një sfidë trajnerësh me një Ilir Daja që ka korrur suksese brenda dhe jashtë Shqipërisë, sidomos në Kosovë, në arenën ndërkombëtare, por Edi Martini është trajneri i momentit. Por edhe Edi Martini, edhe Ilir Daja janë trajnerë tani të konfirmuar shumë vite, Edi Martini me shumë trofeti të huta, po ashtu dhe Ilir Daja vitet e fundit. Edhe trajnerët e tyre kanë garën e tyre me një tjetrin, po studiojnë deri në detaje kundërshtarët. Edhe besoj edhe me një tjetrin dojnë atë konkurrencën kush do dalë fitues. Po deklaratët e fundit e trajnerit Edi Martini në konferencën e shtypit, kur ju referua dyshës së trajnerëve të Ignatios dhe Dinamos, sa mund të ndikojnë sot tek grinten jo vetëm të 2 skuadrave, por edhe 2 pankinave përkatëse? Ja, ato besoj janë diçka tjetër, janë faktor të jashtëm, nuk kanë lidhje brenda me skuadrën. Skuadra besoj do sillet njësoj, ashtu dhe trajneri do sillet njësoj si çdo ndeshje. Për ta përfunduar, si e parashikon Alcid Afidi ndeshjen e sotme, pse jo edhe me një rezultat me shifra? Unë mendoj do të jetë një ndeshje me pak gola, 1-0 favor të Vllaznisë, me një fitore minimale, sepse parashikoj ndeshje të luftuar. Me autor të golit? Esat Malen. Ishim Alcid Afidin, ish futbollistin kuqe-blu, por edhe i disa skuadrave të tjera në Shqipëri dhe jashtë saj. Aktualisht është edhe një menaxher i mirë fill të futbollit që ka menaxhuar dhe transferuar sportistë me emër brenda dhe jashtë Shqipërisë, por është edhe kapiten dhe trajner njerëzi i Vllaznia Futsal.
Si trafiki dhe shpresojmë që edhe parashikimi juaj të realizohet edhe për kënaqësitë e tifozërisë shkodrane. Patjetër, edhe në shpresoj. Faleminderit. Shikoj se kjo është lidhja e parë jone drejt për drejt nga stadiumi Loro Boriçi i Shkodrës në Pragneshin Vllaznia Dinamo. Java 11 e kategorisë superiore është kryer ndeshja e kësaj jave. Shpresojmë se fusha është të prodhojë një ritëm të kënaqshëm, të ketë bukuri, të jo dhe spektakel dhe ne do të jemi sërish se bashku edhe në pushim të takimit edhe në fund për t'ju informuar me të tjerë protagonistë të opinioneve për ndeshjen Vllaznia Dinamo. Dhe atëherë mirupafshim.